po ashtu dhe në rastin konkret edhe Paqësor Buzi, që është një nga fituesit kryesor të tenderave. Ju do të pyesni përse prokuroria ka vajtur tek këto emra, sepse rezultojnë së pari që t'jenë përmendur në komunikimet që ka patur zonja Balluku me varësin e saj, tashmë ish vartës e Viz Berberi, së pari dhe së dyti, ka nisur nga mesajet e tyre dhe ka shkuar dhe së dyti ka rezultuar që është procedurë BK-s. Është absolutisht, por nga ana tjetër duhet kemi parasysh një gjë që këto biznesmen që janë përmendur në dosje rezultojnë që më pas kanë marrë procedura, pra kanë fituar kompani. Mirë, po këta janë pyetur, besoj. Disa prej tyre, po, disa të tjerë janë në proces, sepse është një çështje shumë e madhe. Tani zonja Balluku, ne e dim që është e pandehur zyrtarisht për tenderin për tunelin e Llogaras, është në hetim për 7 lote që kanë të bëjnë me unazën e jashtme të Tiranës, aktualisht është duke u hetuar roli i saj edhe në lidhje me koncesionin e rrugës Thuman Kashar, sepse ka rezultuar që në një komunikim që ka patur me varësin e saj, tashmë ish vartës e përdora disa herë Viz Berberi, ajo thot ndër të tjera që pronarin e Gener Dyshit ose Bashkim Ulajn, që unë po i bëj nderin e jetës edhe për këtë arsye përdor pastaj edhe disa terma që nuk besoj se është etike tip përmend më tej, por duke qenë se është përmendur direkt në rastin konkret dhe normalisht prokuroria ka shkuar dhe ka sekuestruar të gjithë procedurën e shoqërisë koncesionare, edhe në Ministrinë e Infrastrukturës, edhe tek shoqëria koncesionare, mbetet për të parë pastaj hetimi se si do të Pra 34 mandate kontrollesh kanë ndodhur në njerëz të biznesit dhe të administratës. Po, absolutisht. Por janë vetëm një pjesë, sepse duhet kemi parasysh që në momentin që janë në kohën që zonja Balluku u morë pandehur, kemi raportuar më herët që janë marrë një sër celularësh të tjerë. Çka do të thotë që nga zbërthimi këtyre celularëve, dhe duket utopike në fakt që po flitet kaq shumë për spakun dhe kaq shumë për celulare dhe vazhdojnë të bëjnë domethënë të njëjtën gjë dhe gjithmonë po zbërthehen përmes celularëve, po ka një gjë, sado që janë përpjekur të heqin. Jo, se ne çfarëdo që themi, celulari në një farë mënyrë është jeta e një njeriu. Po, absolutisht. Nuk është shumë kollaj ta fshish celularin, se aty ke gjithë. Po jo vetëm ta fshish, mjafton të marrin, domethënë adresën për të hyrë dhe për të kthyer të gjithë materialet që ka patur ndër vite. Çka do thotë që nga kjo dosje mund të derivojnë më pas edhe dosje të tjera, të cilat sigurisht mund të... Pra nga ato që mund gjejnë, po mirë, spaku, nuk e ka mandatin vetëm për çështjen që po jeton? Jo, absolutisht, nëse gjenden fakte penale për një vepër tjetër penale dhe për të dhëna të tjera që lidhen me këtë çështje, automatikisht, pra për një çështje caktuar, veçohet, po që janë gjithmonë brenda jurisdiksionit të spakut. Po kur janë jurisdiksion tjetër, ja kalon prokurorive? Ja kalon për kompetencë prokurorive të jurisdiksionit zakonshëm. Për shembull, në rastin e Akshit. Po, rasti Verës, për shembull. U gjet Vera? Atëherë, me thënë drejtën, kur unë e kam raportuar atë lajm fevzisht edhe pak kështu se dukej, jo, çështja e madhe, pra rrëmbimi i një biznesmeni, krijimi i një grupi kriminal brenda Akshit, arrestimi i disa personave apo shpallja në kërkim e Ergysa Gasi dhe Ermal Beqirit ishte një gjë kaq e madhe, sa që Vera në vetvete ishte një gjë periferike. Por nga mënyra se si u zhvillua e gjithë gjëja, pra tregon një lloj fuqie të grupit kriminal, sepse çfarë ndodhte në rastin konkret nëse më lejon me dy fjali. Pra pasi BKH-ja e ka konstatuar qilarin e Verës që ishte në një nga vilat e Ergysa Gasit, duke qenë se nuk ishte kompetent, sepse nuk mund të hetoj spak kontrabandën ose kontrabandën me mallra. Normalisht duhet të njoftoj drejtorinë e doganave dhe ato pasi kanë bërë inventarizimin, për të mos e transportuar natën, ja kanë lënë në ruajtje. Në fakt i kanë varë ujkut mëlçit e qingjit në qafë. Ja kanë lënë në ruajtje, po që pa i hyrë. Po e di çfarë tregon kjo? Tregon në fakt një shkërmoqje të institucioneve, sepse minimalisht do duhet të kishte një ruajtje të perimetrit me qëllim që të mos kishte asnjë lëvizje për sa kohë ishte, sepse kjo është humbje e provave. Përsa një person është në kërkim, jo vetëm ajo, përsa person është në kërkim, që parë supervizohet shtëpia e tij, domethënë vëzhgohet shtëpia e tij. Çështja e ndryshimeve në kadastër që tha, ka hetim për këtë? Atëherë, unë mendoj, unë kam raportuar në mos gabojmë para 10 ditësh në studion tuaj, pikërisht në atë ditë që shpërtheu edhe historia e grupit kriminal në Aksh. Grupi kriminal i Akshit, ose më saktë ajo dosje, mendoj që do t'jetë dosja që do të përvëlloj një sër zyrtarësh të lartë të institucioneve. Dhe pse them këtë? Grupi kriminal që dyshohet sipas pak, ka patur, ose më saktë ka fituar tendera për disa çështje shumë të rëndësishme ose për mirë administrimin e disa serverave shumë të rëndësishëm. Pesari i shtetit, dosje gjyqësore, kadastra, Aksiku e tjerë me radhë. Dhe sot që flasim, pra shumë veta do thonë çfarë është Aksiku. Është institucioni që certifikon gjyqtar, prokuror, njerëz politikës për të aksesuar informacion të klasifikuar. Dhe do thotë ky institucion, pra që ka kaluar mijëra sekrete, normalisht ka qenë në duart e disa personave që Ergysa Gasi, Ermal Beqiri dhe personave të tjerë të cilët dyshohen si krerë të një grupi kriminal që merrte tendera.
I njëjti grup kriminal ka administruar po ashtu edhe kadastrën. Dhe a kanë patur mundësi ata për të ndërhyrë, patjetër që mund ta kenë bërë një gjë tillë. I njëjti grup kriminal dyshohet që ka ndërhyrë edhe në sistemin TIMS, sepse njëra nga zyrtaret e kontrolluara është po ashtu e implikuar në historinë e TIMS-it. Pra Ervina Gjana, e cila është aktualisht që ne flasim dhe unë nuk e kuptoj se si në një vend normal askush nuk reagon, është zyrtare e lartë në policinë e shtetit. Ka një kontroll të bashkëshortit dhe kontroll të banesës së saj, është e përfshirë dhe e pyetur për skandalin e TIMS-it dhe vazhdon të ushtrojë detyrën sikur asgjë nuk ka ndodhur. Pra do thotë që hapja e të gjitha videove që ka regjistruar Ergys Agasi në zyrën e tij, zbërthimi i celularëve, marrja e 10 dëshmive. Pra sot që flasim janë dhe 2 fraksione të ndara. Një është fraksioni që ka të bëjë me zhdukjen e mistershme 10 orëshe të Daniel Shimës, është një çështje e mbyllur nga Prokuroria e Tiranës, por Prokuroria e posaçme ka siguruar me sa duket informacion për sa kohë është duke pyetur të gjithë personat e përfshirë në këtë çështje, dhe që normalisht mund të jemi përpara një rrëmbimi tjetër të mundshëm dhe të ketë aty dyshohet që mund të jenë direkt të përfshirë zyrtar të policisë, pra zyrtar të lartë të policisë, dhe një dosje tjetër që është po fraksioni i dosjes së madhe të Akshit, lidhet me disa zyrtar ose më saktë me kupolën e policisë së shtetit që ka patur takime direkt me Ergys Agasin. Ne dim shumë mirë dhe nuk duhet fshihemi pas gishtit. Kush i ka emëruar 70% drejtorëve të policisë në Çaqe? Ergys Agasi. Kush e solli drejtorin? 70%. Dhe unë mbaj përgjegjësi penale për këtë që them, koha do më provoj. Drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit e ka financuar Ergys Agasi. Është shumë e thjeshtë, është publike gjëja. Është krejt publike gjëja. Drejtorin e përgjithshëm policisë së shtetit? Ilir Prodën. Është shumë publike gjëja. Ergys Agasi s'ka pasur titull zyrtar. Po nuk ka rëndësi. Bota e krimit shumë funksionon, pse duhet ketë titull zyrtar? Lobon me njerëzit e dur, 70% dhe ata që nuk janë... Financuar apo emëruar? Thashë ka lobuar. Financuar? Po, dhe financuar. Dhe financimi nuk është vetëm me para, financimi ka disa forma. Ju e dini e dashur se keni qenë dhe zyrtare shtetërore. Dhe pyetja e fundit, s'ka nevojë të ma bëni mua këtë pyetje. Janë hetimet e tjera të nxehta se po flitet prapë për arrestimet e tjera. Atëherë, një që ka të bëjë me kupolën e policisë së shtetit, do duhet të presim rezultatet e këtij hetimi, janë fondet e Bashkimit Evropian. Ju e dini është një hetim i nisur herët e që normalisht është duke vijuar. Tendrat e rrugëve janë po ashtu në fokus për shkak ju thash sepse sa më shumë zbërthehen celular dhe merren të dhëna aq më shumë ka edhe më pas edhe informacione që lidhet me një pothuajse me pjesën më të madhe të biznesmenëve në vend dhe janë për shembull aty përmendet një moment edhe zoti Geci që në komunikimin që ka patur me zonjën pra me zonjën Balluku thotë përmendet ai vetë s'ka komunikim. Jo, nuk ka dhe nuk ka patur kontroll, por e takova për shkak se ma kërkoi kryeministri. Pra do të thotë që gjoja po hapet aq shumë, është hedhur një gur edhe tani po hapen të gjithë rrafët dhe po vijnë. Si? Relativo ky muhabet, sepse gjërat duhet kontekstualizu. Tash e keni bën këto mesazhet, i tha, duhet kontekstualizu. Po pse do ta kontekstualizoj unë apo prokurori çështjes? Ç'lidhje ka kjo? Unë po flas për një raportim bazuar se prokurori mesazhin. Atëherë jo, mersi indicje për të vërtetuar. Të lutem, mund t'i jap përgjigje se e kam dëgjuar, të lutem, zoti Regjaj, se unë nuk jam në panel me ju, do vazhdoj punën time. Atëherë, për ta sqaruar një herë mirë, s'pari unë jam duke bërë një raportim korrekt asaj çfarë ka dosja hetimore. Pastaj, prokurori në momentin që e fut një komunikim me spalve, do thotë që e fut duke parë dinamikën e gjithë hetimit. Dhe kjo historia për ta parë këtë mesazhin shkëputur, në fakt është vetëm një tentativë për propagandë. Sepse një prokuror, kur vendos një mesazh, e vendos aty marrë në kontekstin e të gjithë hetimit penal që po kryen. Drejtësia nuk ka prokurori, vish pak. Drejtësia nuk ka prokurori. Nëse ke drejtësia në dorë të prokurorit, ne po kthehemi në diktaturë. Ju po ja thoni, prokurori duhet të bëjë gjykatë. Ju po ja thoni, ju po ja thoni, akuzuar dhe ke shfajtor. zotri,